Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Në videon e ditës së sotme nuk do t'ju tregoj ato që ju shihni gjithmonë, domethënë kamerën të drejtuar tek unë, që në ekranin tuaj në këtë moment dal vetëm unë duke folur, por do t'ju tregoj kamerën të drejtuar tek pamja që unë kam përpara. Do t'ju tregoj sot çdo gjë në lidhje me këtë, ta quajmë studion time të improvizuar në dhomën time të gjumit. Pasi gjithmonë e njëjta gjë ka qenë, nuk kam pasur asnjëherë mundësinë që të kem një dhomë veç dhe të bëj aty studion ku të kem të gjitha gjërat, siç shihni youtuberet gjithandej nëpër botë. Unë jam një vajzë shqiptare dhe jetoj si një shqiptare zakonshme, kështu që për momentin këto janë kushtet dhe unë nuk jam as në shtëpinë time këtu, për ata që janë të rinj në kanal dhe mbase nuk e din. Unë ndodhem në një shtëpi me qera, për shkak sepse për tërmetit pallati im është i pabanueshëm, por gjithsesi, as kjo gjë nuk më ka ndaluar, nuk më ka frenuar atë dëshirën time për të filmuar video dhe edhe këtu, në këtë shtëpi, kam improvizuar një mini studio, duke vendosur dritat, një tavolinë të improvizuar, por që çdo gjë është perfekt për mua për të filmuar edhe në këtë formë. Kështu që për ndonjë aty që mund të ketë në një koment, po Marina mund ta bëje këtë kështu, Marina mund ta bëje atë ashtu. Këto janë kushtet e momentit dhe unë jam shumë e kënaqur me kaq. Tani do t'ju tregoj çdo gjë në lidhje me dritat, në lidhje ku i blej, edhe pak me eksperiencat e pakëndshme që kam pasur më përpara, që kam provuar dhe nuk më kanë rezultuar as pak të mira. Por që gjithmonë përpiqem që të ndroj element, përpiqem që të shtoj gjëra, që të investoj, që kështu dhe ndriçimi të jetë më i mirë, kështu dhe sfondi mbrapa të jetë më i mirë. Por për momentin, kjo është dhoma ku unë po bëj videot dhe ky është sfondi mbrapa, përpiqem shpesh të lëviz sa ndej këtej. Por në fund të fundit, shkoj këtu, ndihem më rehat te kjo pjesa. Tani do të ndez edhe telefonin që t'ju tregoj se çfarë pamje kam unë përpara, sepse e di që të gjithë e keni këtë kuriozitetin. Dhe meqense ma keni bërë këtë pyetje kaq shumë, unë jam nga ato njerëzit që nuk më pëlqen t'i bie nga kina, po më mirë bëj një video dhe ju tregoj me sinqeritet çdo gjë. Pavarësisht se si mund të merret nga publiku, unë tregoj veten time kështu siç jam. Dhe tani me telefon, pasi një mënyrë shumë e mirë për të filmuar videot është edhe telefoni. Në kohët që kanë ardhur tani, pothuajse të gjithë kemi një telefon me një kamerë të mirë, me cilën mund të filmojmë videot. Kështu që për ju që jeni fillestar dhe mbase nuk keni mundësi të blini një kamerë, shumë mirë mund të filmoni me kamerën që është mbrapa tek telefoni, sepse ka një rezolucion të papar. Kështu që nuk keni nevojë të shpenzoni për një kamera. Unë shpesh herë e përdor telefonin në momentin që harroj të marr aparatin me vete, në momentin që mbase nuk e kam menduar për të bërë një video në atë moment dhe thjesht më ka ardhur frymëzimi për të filmuar dhe kam filmuar me telefon. Prandaj shfrytëzoni telefonat që keni për të filmuar. Tani gati që unë të ndez këtu edhe t'ju tregoj pamjen që unë shoh. Dhe në këtë moment, siç e shikoni, kjo është ajo që unë kam para syve të mi. Domethënë është komplet ndryshe nga çfarë shikoni ju. Edhe ja ku jam këtu, te kjo pasqyra që e mbaj gjithmonë. Edhe këtu është ky muri im i famshëm me këto gjërat që kam bërë. Se vdes, po si bëra pak gjëra të personalizuara, si këtë kjo bluza që kam veshur sot. Që më e rëndësishmja është që ka dhe këtë pjesën këtu subscribe dhe të klikoni të këmbanën e vogël që është fiksimi i jetës. Dhe tani le të kalojmë tek ndriçimi. Përdor këtë ring light që është kryesori dhe është në mes dhe kam shtyr pak më tepër se të tjerat. Dhe nga pamundësia për të marrë dy bokse drite, kam marrë këto dy neonët, të cilët janë kështu, me kambalet, dhe kanë këtë telekomandën këtu, me cilën unë mund të ndroj, domethënë mund ta fik këtu, mund ta ndez, mund të ndroj shpejtësinë, këtë nivelin e dritës, jo shpejtësinë, dhe kam dy të tillë. Dhe këtu mbaj edhe këtë të voglën, sepse ka shumë momente kur unë filmoj video për në TikTok dhe vendos këtu telefonin edhe nuk e lëviz fare, sepse nuk dua që të më lëvizi
sfondi mbrapa, që njëherë të duket më poshtë, njëherë të duket më lart, por e mbaj kështu edhe duket gjithmonë shumë mirë. Plus që është pak më afër fytyrës, edhe bën që edhe detajet e make-upit të duken edhe më mirë. Dritat i kam marrë tek Gama profesional, do ta shkruaj edhe këtu poshtë, por edhe poshtë përshkrimi i videos do të shkruaj të gjitha detajet. Kështu që gjithmonë kur unë bëj një video tek përshkrimi i saj, keni të gjitha detajet që mund t'ju nevojiten, asnjëherë nuk harroj, shkruaj të gjitha aty, që kështu mos të prisni sa të kem unë mundësinë që të komentoj, por i keni aty të shkruara, sepse shumë herë edhe nuk më gjendet koha që t'i përgjigjem të gjithëve një për një, edhe pse dëshira është shumë e madhe, por ama jo gjithmonë premton koha. Kështu që tani kalojmë tek aparati që unë përdor është Sony A5000, nuk është një aparat i fundit, por jam shumë e kënaqur me punën që bën dhe ka këtë pjesën këtu që është shumë komode në momentin që filmon sepse ti sheh edhe veten. Por ama gjatë kohës që jeni duke filmuar, nuk duhet që të komunikoni me veten tuaj, duke parë veten aty në sy, por duhet shikoni gjithmonë lenten. Edhe kamerën gjithashtu e kam vendosur në një kambalec dhe sidomos për ju që jeni jashtë e keni me shumë lehtësi ta gjeni në Amazon. Pastaj kush ndodhet në Shqipëri, shumë mirë mund të shkojë tek Neptun ose tek vendet që shesin gjëra elektroshtëpiake, që shesin kamera. Atëherë, përveç dritave, edhe këtë dritën fakt e kam marrë tek Gama profesional, kjo është një shumë e lirë, edhe me sa mbaj mend është 20.000 lekë, sepse këtë e kam marrë në kohën e pandemisë, sa po filloi atëherë karantina, edhe në momentin që mbase nuk do të shpenzosh kaq shumë energji elektrike, sepse me të vërtetë këto janë neon, por ama energji elektrike konsumojnë, jo aq shumë, por konsumojnë. Dhe në momentin që doni thjesht të bëni një make-up tutorial, mund edhe t'ju ndihmoj vetëm një dritë e tillë dhe të shfrytëzoni të gjithë dritën që vjen nga jashtë. Por mua nuk më ndodh gjithmonë që të kem kohë të filmoj paradite dhe shumë herë filmoj në dark vonë, edhe për këtë arsye më është dashur që të blej kaq neon që ta bëj atë ndriçimin të duket sikur është ditë. Por nëse keni mundësi të filmoni paradite, nuk keni pse të investoni kaq shumë dhe të blini kaq shumë. Tani, përveç këtyre, një nga gjërat që kam marrë tjetër është edhe ky roboti. Pse quhet robot? Ky është një kambalec, por quhet një kameraman robot, sepse në momentin që ti vendos telefonin këtu dhe e ndez, kjo të ndjek me anë të fokusit të telefonit, ku shkon ti dhe rrotullohet dhe ti nuk ke nevojë që t'i japësh dikujt telefonin që të filmoj, edhe këtë sapo e kam marrë tek Gama. Dhe sa po ka ardhur, e kam lidhur tani edhe me programin, po për më shumë do të bëj një video tjetër, sepse nuk dua sot që të konfuzoheni edhe t'ju tregoj shumë gjëra. Sot jemi vetëm tek pjesa e filmimit. Dhe tani kalojmë tek tavolina ime e punës. Mbase disa për ju do të qeshin, por nuk më intereson fare, sepse jam shumë komode me këtë stil këtu. Dhe tavolina ime e punës është një tavolinë hekuri. Është një tavolinë që e kurosen rroba. Ishte tepër në fakt dhe gjeta te kjo shtëpia që erdha me qira, meqense unë kisha tavolinën time dhe këtë e kisha vendosur diku në balkon. Por e pash që e kisha të nevojshme një tavolinë hekuri sepse nuk doja që gjatë gjithë kohës të vendosja gjërat këtu në komod, por më duhet diçka që t'i mbante aty dhe ju betoj është shumë praktike, kështu që në shtëpi nëse nuk i keni të gjitha kushtet për të bërë një studio, shumë mirë mund ta improvizoni edhe kështu me një tavolinë hekuri. Nuk do ta shikoj asnjëri tjetër përveç se ju. Mos më shikoni mua që unë po i nxjerr gjërat hapur, e nxjerr veten time 100% zbuluar edhe ju tregoj të gjitha gjërat. Por kjo është tavolina ime e punës gjatë kohës që unë filmoj. Dhe tani për mos dukur shëmtuar, i kam vënë edhe këtë pellushin, si një detajiste që jam edhe më pëlqejnë gjërat e bukura. Kështu që është shumë okay. Prandaj nëse nuk keni një tavolinë gjatë kohës që filmon, merrni tavolinën e hekurit sepse do të jeni shumë të kënaqur. Edhe një nga gjërat që nuk më ka pëlqyer gjithmonë gjatë kohës që filmoj, është ky lëmshi i madh që bëhet me prizat. Sepse duke qenë që ka goxha ndriçim,
të duhet një prizë peshe. Dhe herën e kaluar, po mbani mend tek videoja ku un kam filmuar me stilimet e flokëve me gërsheta, priza që kisha bëri mas dhe fatmirësisht dritat nuk pësuan asnjë gjë dhe ishte një prizë treshe që më nxori nga përdorimi edhe këto përshtatëset që kishin ring light-ët, këto që janë dy ansaret. Atë ditë bëri mas, u tromba shumë dhe këto dolën jashtë përdorimit. Kështu që tani kam shkuar tek market Jumbo, po si këto, por që janë 3000 lek ose 300 lek të reja. Dhe i kam përshtatur dhe dritat ishin shumë okay, nuk pësuan asnjë gjë. Kështu që duhet keni kujdes në momentin që filmoni të gjeni një nga këto prizat që janë me 5 vende që t'jenë me të vërtet shumë të mira, sepse në momentin që kjo nuk është e mirë të djegë dhe pajisjet e tjera. Dhe tani kalojmë tek një tavolinë që e kam marrë tek Jumbo dhe këtu vendos gjërat që përdor më shpesh gjatë kohës që bëj grimin, për të mos hapur 100 herë sirtare, i mbaj këtu dhe i kam gati. Dhe tjetër, për sa i përket sfondit mbrapa, që mua shumë herë nuk më pëlqen sfondi, dua gjithmonë ta ndroj. Nuk jam asnjëherë e kënaqur me mënyrën se si duket pjesa mbrapa, nuk më pëlqejnë këto ngjyrat, dua që ta kem më shumë të fokusuar tek e bardha. Dhe për këtë arsye kam marr këtë që mban copën, dhe copa është e kapur me kapse nga mbrapa, është e njëjta copë si kjo këtu, por që në momentin që e vendos kur bëj një make-up tutorial, duket mirë. Por nuk më pëlqen, kështu që do t'ju sugjeroja mos shpenzoni kot lek për të bler diçka të tillë, për të marrë një copë me metra, për të shpenzuar kaq shumë, thjesht nuk ja vlen. Për mendimin tim, mjaftohuni me hapësirën që keni mbrapa ose thjesht investoni mbrapa dhe të bëni diçka të lezetshme. Unë për shembull nëse do t'isha ke shtëpia ime, do të preferoja që mbrapa të kisha bërë diçka mbase të bardhë, një raft të bukur ku të vendosja edhe gjëra që t'ishin personalizuara, por që për momentin nuk jam në shtëpinë time dhe nuk kam çfarë të bëj, nejse. Por që mos investoni kohë që të blini një background për mbrapa sepse nuk ja vlen. Kështu mendoj unë, sepse ajo izolon komplet dritën mbrapa dhe duhet që ti të kesh edhe një neon mbrapa që ato duket bukur dhe më mirë do t'ishte në fakt po t'ishte letër dhe jo copë. Unë mendova se copë do t'ishte më mirë, kam eksperimentuar në fakt me këto copat, kam marrë ngjyrë lejla, kam marrë me xixa, kam marrë të ndryshme dhe si përfundim e flejta mendjen që nuk ja vlen fare të marrësh diçka të tillë. Më mirë është që të kesh një mur të lezetshëm me letër mbrapa dhe gjithë këto dritat që filmon ti kesh përpara. Dhe sikur të vendosësh një dritë të vogël mbrapa, duket shumë bukur. Unë për këtë arsye shumë herë vendos këtë, sepse ndryshon komplet mënyra se si duket edhe të jep një pamje më të këndshme për syrin. Por do të ishte më mirë që ky neoni të ishte më i vogël. Por që nejse, në momentin që unë e lë këtu, sidomos tek lulet, duket shumë mirë. Dhe kam shumë qejf kur kam lule këtu. Më pëlqen shumë, më duket sikur nuk jam vetëm në këtë moment, sikur kam edhe shoqërues. Kështu që lulet, për mendimin tim duken edhe bukur. Më pëlqejnë. Thjesht më pëlqejnë. Mbasi ishte edhe pak rëmuj këtu, nuk I kisha organizuar gjërat shumë mirë, mos më shani për këto gjëra, sepse rëmuj fundja fare të gjithë kemi një çik në shtëpi. Kjo pasqyra ishte pak e pafshirë nga grimi që kam bërë I fundit, është mbushur plot me translucent powder, nuk është plur, sepse edhe pse I urrej, plurat përpiqem t'i fshi sa më shpesh. U përpoqja ta bëj këtë video shumë të shpejt, sepse kam goxha gjëra të tjera për të bërë tani. Mendoj se ja u dhash të gjithë informacionin që donit, edhe gamën, të cilën e keni faqen e Instagramit, të shkruar këtu, do t'ja u vendose edhe poshtë tek përshkrimi linkun që ta keni më me lehtësi për ta gjetur. Për sa I përket çmimeve, ju thash që variojnë e vogla fare ke 20, këto të tjerat nga 60, nga 70, varet se çfarë cilësie ju doni ta merrni. Unë nuk kam marrë ato që janë më të shtrenjtat, kam marrë ato me një çmim mesatar. Sepse për momentin këto janë mundësit. Kështu që
Falenderoni Zotin për mundësitë që keni dhe mos u bëni asnjëherë të tipit që dua më shumë. Kënaquni me ato që keni, shfrytëzojini ato që keni. Dhe pastaj kur keni mundësinë për të marrë gjëra më të mira, pse jo? Por asnjëherë mos u kufizoni me idenë që unë nuk kam këto, unë nuk kam ato për të nisur një kanal në YouTube. Çdo gjë vjen nga mendja dhe kur ti thua vetes po unë mundem, atëherë mundësi do të krijohen. Ma besoni. Uroj që t'ju kem dhënë tamam mesazhin e duhur me këtë video. Pse jo, mos provoni një punë kështu online me anë të YouTube-it. Dhe uroj t'ju ketë pëlqyer edhe sinqeriteti im, si gjithmonë. Ju faleminderit shumë për kohën, mbi të gjitha dhe për interesimet, për gjitha komentet e bukura që më vendosni poshtë, edhe pse sa vjen edhe i shoh edhe me më shumë vonesë, duke qenë që tani po fillon edhe shkolla dhe më duhet merrem edhe më shumë me djalin, sepse është në klasë të parë. Edhe kjo gjëja më privon pak më tepër që t'i jap vetes pak më shumë kohë. Ju faleminderit të gjithëve, do të shihemi përsëri me video të tjera, një përqafim të madh virtual, ju kam shumë xhan, jeni shumë të mirë, faleminderit për suportin, sepse dita ditës rritem edhe më shumë së bashku me ju, sepse ju jeni ata që më jepin frymëzimin. Dhe kjo ishte. Uroj t'ju ketë pëlqyer dhe mbi gjitha t'ju ketë ndihmuar, nëse po mos harroni të jepni një like dhe nëse gjeni veten në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, sepse të gjitha videot që ju doni edhe që sugjeroni, do të përpiqem t'i realizoj. Do të shihemi me video të tjera. Mirupafshim!